Në gjykatën e posaçme nisi seanca e radhës për dosjen Partizani me kërkesën e Jamarbër Maltezit që fjala e tij të ishte publike dhe të regjistrohej me kamera. Maltezi tha para gjykatës që të marrë në shqyrtim kërkesën e tij për proces gjyqësor publik ose që fjala e tij të regjistrohej audio dhe video. Kërkesa u refuzua nga gjyqtarja Elsa Ulliri me arsyetimin se transmetimi live mund të dëmtojë procesin, mund të ndikojë te dëshmitar që do të thirren si dhe do të krijojë një debat publik dhe politik të panevojshëm. Më herët Maltezi ka akuzuar SPAK për gjyq politik, duke përfshirë në dosje hetimore dokumente të falsifikuara dhe duke mos marrë parasysh provat e depozituara prej tij në gjykat. Në të njëjtën dosje akuzohet për korrupsion edhe Sali Berisha që sipas SPAK gjatë kohës që drejtonte qeverinë përmes vendimeve që ka marrë ka favorizuar dhëndrin e tij. Siç jeni ndjeni, ne kërkuam që t'jeni të gjithë ju me kamera prezent në sallën e gjyqit, ku do ishten fjala ime mbrojtjes së xhimit të Merrat. Por fatkeq prokuroria ka frikë, gjykata gjithashtu ju bind urdhrit për të mos lejuar kamerat në sallë, gjë e cila nuk e kuptojmë çfarë frike kanë. Zoti është me durimtarët, siç mund ta shikoni, kemi një hartë të Tiranës së 37-s. Dhe e bukur është që toka e familjes Begeja, themeluese e Tiranës, pasqyrohet dhe në këtë hartë dhe aku ka formën e saj. Pra dhe te harta e para 90 viteve, toka e Begejave aty është. E bukur është që ne jemi në gjyq, pronarët legjitim, Gjim Begeja, brezi 3 dhe unë, brezi 4 i Begejave, për tokën tonë, jo për tokë të tjetër, jo për pare publike si që vje dhe Edi Rama 100 milion euro, ne jemi për pronën e të parve tanë, nga e cila nuk në është kthyer as 5.5%, më pak se 5.5%. 95% e tokës po e vje dhe Edi Rama. Kemi parasysh Edi Rama vetëm para pak ditësh ka nxjerrë VKM-n e dytë, që vjedh për të vëllain e tij edhe 12.600 metra të tjerë katror. Të kemi parasysh që prokurorët kanë falsifikuar të paktën mbi 30 vende. Pra, kanë gënjur dhe kanë falsifikuar dokument zyrtar mbi 30 vende. Po për fat keq, to prokuror nuk ndihen kur Edi Rama me VKM personale vjedh toka për kompaninë e vllait të tij.